Pas rishjeve të dëborës, temperaturat gjatë natës zbritën deri në -18 gradë Celsius në Valbon, -13 gradë Celsius në Kukës Shishtavec dhe 8 gradë Celsius në Theth, duke krijuar ngrica që vështirësuan qarkullimin në disa akse rrugore. Në rrugën nacionale Klos-Burrelu raportua një bllokim i përkohshëm, ndërsa në rrugën e Arbrit që lidh Dibrën me Tiranën, qarkullimi u krye me vështirësi për shkak të akullit dhe rrëshqitjeve. Autoritetet njoftuan se disa segmente në zonat malore mbeten të pakalueshme, përfshirë dhe rrugën që lidh Peshkopin me Librazhdin, ku qarkullimi paraqiste rrezik. Në anën tjetër, aksi që lidh Librazhdin me qendrën e njësisë administrative Steblev është i kalueshëm. Drejt juglindjes, rruga Qukës Qafploç vijon të jetë e bllokuar nga rënia e gurve dhe dherave, duke detyruar devijimin e lëvizjes përmes qafthanës. Të bllokuara rezultuan dhe disa rrugë të fshatrave të Maliqit, kryesisht si pasojë e rrëshqitjeve të tokës. Në Pogradec, rruga e fshatit Dardhas u hap pasi u pastruan masivet që kishin bllokuar qarkullimin. Në jug, aksi më problematik është ai i Gjirokastër-Tepelen, ndërsa në segmentin përmet dogane të urave trafiku u ndërprer për shkak të çarjeve në rrugë. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes dhe të përdorin goma dimrore në zonat e prekura nga dëbora dhe ngricat. Momentalisht në disa zona nga veriu në jug ka probleme dhe me furnizimin me energji elektrike për shkak të defekteve në rrjetin e shpërndarjes.